Dhe tani fundi është afër, dhe kështu përballëm me përden e fundit. Miku im do ta them qartë, do ta paraqes rastin tim, për të cilin jam i sigurt. Kam jetuar një jetë të plot, kam udhëtuar në çdo autostrad, dhe më shumë, shumë më tepër se kjo, e bëra sipas mënyrës time. Keqardhje kam pasur disa, por nga ona tjetër shumë pak për tu përmendur, për atë që duhej të bëja, dhe pas deri në fund pa përjashtim. Planifikova çdo kurs të hartuar, çdo hap të kujdesshëm gjatë rrugës, dhe më shumë, shumë më tepër se kjo, e bëra sipas mënyrës time. Por kishte raste, jam i sigurt që e dini, kur kafshoja më shumë se sa mund të përtypja, por përmes të jetave, kur kishte dyshime, hënra dhe pështiva, e përballova të gjitha, dhe je qëndrova drejt, dhe bëra sipas mënyrës sime. Kam dashur, kam qeshur dhe kam qarë, kam gopur pjesa ime humbjes, dhe tani ndërsa lotët po qetësohen, e djej të jythën kaq zbavit se të mendoj se i bëra të gjitha këto, dhe mund të them jo në një mënyrë të turpshme. O jo, o jo, jo, e bëra në mënyrën time. Sepse çfarë është një njeri, çfarë ka ai, nëse jo vetën, atëherë ai nuk ka asgjë, për të fëngjerët që ndjen vërtet, dhe jo fjalët e dikujt që ju njëzohet. Regjistri tregon se i mora goditjet, dhe i bëra në mënyrë